Avokati Aranit Koçi tha se kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk do ta lëshojë pushtetin në mënyrë demokratike dhe sipas tij duhet gjetur një mënyrë për t'i treguar se nuk mbahet pushteti në këtë formë. Koçi tha, nuk është normale që seanca për konstituimin e kuvendit të dështojë 40 herë. Tash lëvizja e parë duhet të bëjë prej lëvizjes vetëvendosje, topi është Albin Kurti dhe tash edhe opozita është fajtore nëse vazhdon me këtë formë. PDK dhe LDK kanë fuqi të madhe, më pas, ka shumë votuese dhe mos me pas format e reagimit është e patolerueshme, siç po shihet Kurti nuk ka me lëshu pushtetin në mënyrë demokratike, duhet gjetur një mënyrë për t'i treguar se nuk mbahet pushteti në këtë formë, tha Koçi. Ai ndër të tjera bëri me dije se ka lajmëruar policinë e Kosovës për protestën për të cilën garantoi se do të jetë e qetë. Por çka do të sjellë, Koçi nuk zbuloi pasi tha se do ta lë atë si befasi. Kryetari i Partisë për Liri dhe Drejtësi në Serbi, Dragash Gjilas, reagoi në rrjetet sociale ndaj një deklarate të presidentit serb Aleksandar Vučić në lidhje me njerëzit që bllokonin rrugët, duke i quajtur njërin prej tyre idiot. Vučić e quajti një burr që bllokoi trafikun në shenjë proteste, duke kaluar vazhdimisht një vendkalim përkombësor idiot, transmeton Telegrafi. Imagjinoni një fëmijë që ju pyet, çfarë bëre sot babi? Hej, unë kalova të njëjtën rrugë në një vendkalim përkombësor 400 herë. Imagjinoni çfarë idioti duhet të jeni për ta bërë këtë, tha Vučić. Gjilas reagoi ndaj kësaj deklarate, duke u përgjigjur Vučićit në mënyrën që Vučići do t'i përgjigjej fëmijës së tij nëse ai do ta pyeste se çfarë bënte në një ditë të caktuar. Sot në parlament babi propozoi që të vritet 100 musliman për çdo serb. Sot babi me kumbarin ton, Xhaxhain Sheshelin, nxori nga kopshti një fëmijë me kombësi kroate. Sot, për të shndruar në pushtet, babi gënjeu se nuk kishte bërë asgjë në çatin që mbyti 16 persona, tha Gjilas ndër të tjera në postimin e tij. Ekzistojnë rregulla specifike kur bëhet fjalë për pamjen dhe sjelljen e oficerëve të policisë në detyrë. Shoqata profesionale e policisë. Rudolf Archibald shkroi sot ministrit të brendshëm të Serbisë Ivica Dačić në lidhje me përdorimin e policisë fantazm gjatë sigurisë së bllokadave civile, duke deklaruar se kjo praktik ka shkaktuar reagime të forta negative nga opinioni. Në një deklaratë, shoqata vlerësoi gjithashtu se një praktikë e tillë kontribon në perceptimin e mungesës së transparencës dhe dëmton më tej besimin e qytetarëve në institucione. Shkalla e këtij mosbesimi tregon edhe nga postimet në rrjetet sociale, të cilat ekspozojnë njerëz që dje me uniforma, por pa shenjat e zakonshme të policisë dhe me maska në fytyrën e tyre, por i vendosnin në rendin në qytet. Shumë besojnë se këta nuk ishin as pak oficerë të vërtet policie dhe po përpiqen të zbulojnë me kë kemi të bëjnë me të vërtet. Përveç anonimitetit, uvureje dhe disa prej tyre kanë tatuazhe, gjë që në fakt është ndaluar të bëhet në pjesë të dukshme. Sipas rregullave mbi sjelljen dhe pamjen e personave të oficerëve të policisë, tatuazhet nuk lejohen në pjesët e dukshme të trupit dhe nëse ekzistojnë, ato duhet të mbulohen me rroba.